Gjitha ta gjingjer, blendohen. Edhe bon shocat që i gjejmë sot në treg. E ligim krejt Kosovën, në Shqipinë, kush ka problem me bark, mos let na emrohet. Qa kanë që ata shoca? Okej, sekreti mos na i trego, po përbamjen. Ata përmbajnë mbi 50% lang të fresk të gjingjerit. Dhe me thonë gjingjer i fresk i shtrydhun, jo gjingjer pluhur. Apo kupton? Që ata e bënë si produkt shumë të veçantë, edhe shumë unik, edhe shumë suksesshëm. Edhe që ka shumë interes, sa që na nuk mundem me mbri me furnizu. Cilët janë ata shoca, se ka shumë në për qytet, të dim ata që dojnë mi vle? Emre i brendit? është në gjofë, është shumë, është Ginger Shots KS. Faqja e Instagramit, ne jemi ndër të partë që e kena bo këtë produkt në Kosovë. Dhe shqitet në për markete, në për... Po, na jemi ndër të partë që i kem mësu edhe me përdor këtu atë produkt, se shumica nuk kanë ditë çka është. Po tash kanë pa ka pak edhe e kanë pa që është produkt shumë i mirë për shëndetin. Ajo përdoret për gjithçka, nuk përdoret vetëm për me unë peshë. Përdoret për mirëqenjen e organizmit, për pastrimin e melqisë, forcimin e imunitetit, po se është një ndër antioksidantet më të mirë.